Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. I vogël sa një, gruaja e Mirit shpërthen ashpër kundër Ledion Liços dhe produksionit. Rabea Shahini, bashkëshortja e Mirit, ka reaguar ashpër në rrjetet sociale, duke dalë në mbrojtje të shoqit dhe duke lëshuar akuzat të forta drejtuar produksionit, në veçanti moderatorit Ledion Liço. Përmes disa postimeve në Insta Story, ajo ka shprehur revoltën e saj për mënyrën se si po trajtohet Miri gjatë prajmeve, sidomos në përballjet me Selin. Në postimin e parë, ajo përdor tone të ashpra dhe ironike, duke i quajtur moderatorin Ledion i vogël sa një gogël dhe akuzon formatin për promovim të antivlerave, drejtësisë selektive dhe nepotizmit. Sipas Rabeas, dinamikat e krijuara në shtëpi janë të bazuara tek interesi, duke theksuar se Selina po nxirret e lartë dhe e shplar me ndihmën e Ledionit dhe opinionistit Arber Hajdari, duke i hedhur his syve të publikut. Ajo ankohet se sa herë Miri përpiqet të flasë apo të tregojë të vërtetën e tij, ai vihet nën shinjestrën e sulmeve.